Këto janë 3 shenjat që në korrik hynë në periudhën më me fat të vitit. Dashi. Dashit lëm pas vetes një periudhë rishqyrtimesh dhe lodhje emocionale. Gjatë muajve të kaluar, shumë prej tyre kam pasur ndjesinë se po investojnë shumë energji, por po marrin pak në këmbim. Korriku sjell një atmosferë krejtësisht tjetër. Venera dhe Jupiteri nxisin sektorin e dashurisë, prandaj shumë beqar mund të njohin një person me të cilin marrëdhënia shumë shpejt mund të bëhet serioze. Ata që janë tashmë në një lidhje mund të presin më shumë butësi, biseda më të hapura dhe plane për një të ardhme të përbashkët. Në planin profesional, rikthehet vetbesimi. Projektet që për një kohë të gjatë kanë qenë në pritje më në fund fillojnë të zhvillohen, ndërsa disa dash mund të marrin një ofertë që e kanë pritur prej kohësh. Astrologët i këshillojnë deshët të mos marrin vendime nga inati ose në mënyrë impulsive. Pikërisht durimi këtë herë do t'ju sjell shpërblimin më të madh. Luani, nëse ekziston një shenjë që do të sjellë veçanërisht energjinë e korrikut, atëherë ai është Luani. Venera dhe Jupiteri në shenjën e tyre sjellin një periudhë në të cilën do të vërehen kudo që të shfaqen. Karizma rritet, vetbesimi rikthehet, ndërsa shumë dëshira që deri dje dukeshin të paritshme, papritur bëhen reale. Jeta e dashurisë hyn në një fazë të re. Disa Luan do të fillojnë një lidhje, të tjerë do ta çojnë marrëdhënien ekzistuese në një nivel më të lartë, ndërsa disa mund të marrin vendime për bashkëjetesë ose fejesë. Puna dhe financat gjithashtu marrin një shtysë të fortë. Janë të mundshme oferta të reja profesionale, negociata të suksesshme ose një mundësi për ta marrë më në fund shpërblimin që meritojnë për punën e tyre. Megjithatë, astrologët paralajmërojnë se pikërisht gjatë kësaj periudhe do të jetë e rëndësishme që egoja të mos marrë fjalën kryesore. Suksesi më i madh vjen kur karizma bashkohet me përullësinë. Peshorja. Për peshorët, korriku përfaqëson daljen e shumë pritur nga një periudhë pasigurie. Gjithçka që për muaj me radhë është dukur e ndërlikuar fillon të zgjidhet shumë më lehtë nga sa e kishit menduar. Veçanërisht do të theksohen marrëdhëniet miqësore dhe profesionale. Njohjet e reja mund të hapin dyert e projekteve të rëndësishme, ndërsa mbështetja e njerëzve nga rrethi do të luajë rol shumë më të madh se më parë. Në planin emocional, shumë peshore më në fund do të ndalojnë së pranuari marrëdhëniet që i lodhin. Në vend të kësaj do të tërhiqen persona me të cilët mund të ndërtojnë stabilitet dhe besim. Situata financiare bëhet më e sigurt, por astrologët këshillojnë që paratë shtesë të mos shpenzohen në mënyrë impulsive. Pikërisht, menaxhimi mençur i financave mund të vendosë themelet për një vjesht shumë më të qetë.